Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu mori pjesë në ceremoninë e hapjes së takimit të 32 vjetor të rrjeteve Enic-Naric, që po zhvillohet në Tiranë me pjesëmarrës nga e gjithë Evropa dhe që është rrjeti zyrtar evropian për njohjen e diplomave dhe kualifikimeve të marrë jashtë vendit. Manastirliu theksoi angazhimin e qeverisë shqiptare për reformimin e arsimit të lartë e gjithashtu foli për rëndësinë e rritjes së ndërlidhjes me sisteme arsimore europiane për ta bërë diplomën shqiptare më të fortë në tregun evropian të punës. Ne po zbatojmë një reformë gjithëpërfshirëse e cila përfshin profilizimin e institucioneve të arsimit të lartë bazuar në prioritetet kombëtare dhe ato rajonale, si dhe në ndërkombëtarizimin e tyre. Në IAL-t tona numërohen mbi 40 programe të përbashkëta me institucione të njohura ndërkombëtare nga Italia, Franca, Greqia, Polonia, Turqia, që e pasqyrojnë më tej ofertën akademike në Shqipëri jo vetëm për të rinj shqiptar, por edhe për ata të rajonit. Këto bashkëpunime bëjnë diplomën shqiptare më të vlefshme në tregun evropian të punës, shprehur Manastirliu. Takimi traditor i rrjetit po zhvillohet në ambientet e Universitetit të Arteve dhe Universitetit Politeknik të Tiranës dhe mbledh së bashku përfaqësues të lartë të institucioneve arsimore dhe njohjes së kualifikimeve nga vendet anëtare të Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian. Shqipëria mikpret për herë të parë këtë ngjarje të rëndësishme ndërkombëtare në fushën e arsimit të lartë.